Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Maska me vezë që zhduk rrudhat për një ditë, ja si ta përgatisni. Fytyra jonë është e çmuar dhe ne duam që ta mbrojmë atë sa më mirë që të mundemi. Ta mbajmë atë me shkëlqim dhe njëkohësisht të pastër dhe ta bëjmë të duket të relaksuar. Megjithatë, shumë herë maskat e fytyrës së bukurisë janë mjaft të shtrenjta. Zgjedhja që ne do t'ju japim në këtë rast vjen me një ushqim të papritur të cilin të gjithë prej nesh e kemi në shtëpinë tonë dhe nuk është gjë tjetër veç se një vezë. Megjithatë, duket se e bardha e vezës funksionon si një kozmetik natyrale dhe është në gjendje të na bëjë të dukemi bukur dhe më të freskët. Por, si mundet një e bardhë vezë ta bëjë lëkurën tonë të duket e bukur dhe e freskët? E bardha magjike e vezës. E bardha e vezës mund të përdoret për eksfolim. Rrihni disa të bardha vezë në një tas dhe më pas përhapeni në fytyrë. Ndihmon shumë edhe tek aknet. Ato janë antiinflamatore dhe njëkohësisht përmbajnë substanca të cilat reduktojnë skuqjen. Me pak të bardhë vezë ju mund të qetësoni aknet ekzistuese ose dhe të parandaloni shfaqjen e tyre. Shumë herë për shkak të lodhjes dhe stresit zgjohemi me qeska poshtë syve. Në këtë rast marrim një shtup pambuku dhe e lyejmë me pak të bardhë vezë. Më pas aplikoni të bardhën e vezës poshtë syve me një shtup pambuku dhe lëreni të veprojë për 10 minuta. E shpëlajmë dhe rezultate do të na habisnin. Maska. Një maskë e bardhë vezë mund të pastrojë poret e zeza në lëkurën tuaj dhe t'ju jap lëkurë të hidratuar dhe rrezatuese. Një recetë të shkëlqyer për një maskë për fytyrën vijon. Do t'ju duhet një e bardhë vezë, një lugë gjelle mjalt, 20 pika vaj bajame. Udhëzimet e përgatitjes. Rrahim të bardhat e vezëve me rrahse elektrike ose dhe me dorë. Pasi të jenë formuar majat, shtoni mjaltin së bashku me vajin e bajames. Përzini mirë derisa të gjithë përbërësit të bashkohen me njëri tjetrin. Ndërkohë, është mirë që ta aplikoni maskën në një fytyrë tepër të pastër dhe njëkohësisht të thatë. Lëreni maskën për 20 minuta. Pas kësaj kohe shpëlajeni atë me ujë të ngrohtë dhe përsëriteni rreth 2 herë në javë. Veza është një ushqim i gjithanshëm i cili mund të jetë tërësisht i dobishëm në kujdesin e lëkurës. Lëndët ushqyese të saj ndihmojnë në mbrojtjen e lëkurës duke e lënë atë të butë dhe njëkohësisht të pastër. Sipas studimeve, veza është një burim i shkëlqyer i vitaminës A, folateve, vitaminave B5, B12 dhe B2, si edhe fosforit, selenit dhe ka sasi normale të vitaminës D, E, K, B6, kalcium dhe zink. Maskën me vezë mund ta përdorni për të tonifikuar fytyrën. Rrihni një të bardhë vezë dhe e përzieni atë me 2 lugë kost natyral. Vendoseni në fytyrë dhe e mbani aty për plot 30 minuta. Kjo maskë duhet të përdoret 3 herë në javë. Për konturin e syve, rrihni një vezë së bashku me një lugë gjelle vaj avokado. Pasi ju ta keni pastruar fytyrën, vendoseni këtë maskë dhe mbajeni për 20 deri në 30 minuta, më pas shpëlajeni. Këtë maskë aplikojeni 2 herë në javë. Maska me vezë për lëkurë të yndyrshme. Përziejmë një vezë dhe e rrahim së bashku me 20 gram tërshër. Përhapeni maskën në zonat e ndryshme kryesisht dhe më pas lëreni të veprojë për 20 minuta. Aplikojeni për 2 ose 3 herë në javë. Maska me vezë për pikat e zeza. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë një e bardhë vezë, një lugë gjelle lëkurë portokalli të grirë 10 gram dhe 2 lugë qumësht kokosi 20 ml. Në një tas ne duhet të vendosim të bardhën e vezës dhe e përzijmë me lëkurën e portokallit të grirë dhe qumshtin e kokosit.
Aplikojeni këtë maskë në fytyrë të pastër dhe lëreni të veprojë për plot 30 minuta. Më pas, shpëlajini me ujë të ngrohtë. Teksa të gjithë prej nesh jemi mërzitur me produkte kozmetike të cilat nuk japin efektin e dëshiruar, zgjidhja do të ishte që ju të përgatisni diçka në kushtet e shtëpisë. Në qoftë se ju dëshironi që të ushqeni lëkurën, një maskë ideale do të ishte të përdorni vezën dhe njëkohësisht sheqerin pluhur. Maska në fjalë me 2 produkte bën që lëkura juaj të jetë e butë, e lëmuar dhe njëkohësisht është një maskë pa shpenzime të mëdha. Për këtë, ne na duhet një e bardhë veze dhe një lugë gjelle sheqer pluhur. Në fillim, merrni një pjatë, hidhni të bardhën e vezës, rrihini mirë me anë të një piruni, pastaj shtoni sheqerin, përzieni mirë dhe më pas mund të aplikoni maskën në fytyrë. Maskën lëreni të qëndrojë 10 deri në 15 minuta. Për ta hequr maskën mjafton të keni ujë të bollshëm. Më pas, lyeni fytyrën tuaj me një krem me përbërës qumshti që të marrë shkëlqimin e duhur. Nëse verdha e vezës është e pasur me vlera ushqyese minerale dhe vitamina, e bardha e vezës vjen me pak përfitime për organizmin, por është ndër përbërësit më kryesor të maskave të bukurisë. Eliminon rrudhat e para. Veza ka efekt lifting dhe e tërheq lëkurën duke rregulluar pamjen e saj. Maska anti-rrudh ka vetëm një përbërës dhe ajo është e bardha e vezës. Ajo që ju duhet të bëni është vetëm ta rrihni mirë derisa të bëhet si shkum dhe ta aplikoni në fytyrë për plot 20 minuta. Pasi ta shpëlani fytyrën me ujë të vakët, lëkurën tuaj do ta ndjeni më të tëndosur. Zvogëlon poret e mëdha. Maska e cila zvogëlon poret kërkon gjithashtu një përbërës, të bardhën e vezës. Ndryshe nga maska anti-rrudh, që veza duhet të jetë me shkum, për të zvogëluar poret mjafton që ju të lyeni fytyrën tuaj me të bardhën e vezës në traj të lëngshme dhe ta mbani për plot 10 minuta. Maska për fytyrën e yndyrshme. Lloji i yndyrshëm i lëkurës është më i vështirë pasi kërkon kujdes tejet specifik. Yndyra e tepërt mundet që të shkaktojë puçra dhe akne. Ndaj, për të parandaluar këto, përgatisni një maskë me të bardhën e vezës dhe pluhur tërshër. Largon qelizat e vdekura të lëkurës. Nëse lëkura juaj nuk është e pastër, asnjë produkt nuk do të depërtojë në lëkurë, madje as hidratanti. Në mënyrë që lëkura juaj të jetë plot jetë dhe shkëlqim, njëherë në kaq kohë, ju duhet ta pastroni në nivel qelizor dhe të eliminoni të gjitha shtresat e vdekura të lëkurës. Maska e skrabit me të bardhën e vezës përmban gjithashtu mjalt dhe tërshër të thërmuar. Me lëvizje rrethore, masazhoni lehtë lëkurën për 5 minuta dhe më pas shpëlajini me ujë të bollshëm. Mos harroni që të hidratoni lëkurën tuaj. Ndërkohë, sipas ekspertëve, ju mund të përdorni edhe maskën e cila do t'ju duhet vetëm të rrihni një vezë të plot dhe ta vendosni mbi fytyrë. Lëreni derisa të thahet dhe mbajeni pas kësaj edhe 10 minuta të tjera. Shpëlajini fytyrën me ujë të ftohtë, lyeni me vaj bajameje ose me pak vaj ulliri. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato.
Faleminderit që e patë videon ton, shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!